Turktanët kur pan filizin e princit të tyre, si të kishte ndal nga mëndyra më e thellë, filluan të merrnin një përsëri frym dhe të vinte gjaku në vend, duke menduar pa pushim me zjarën çuditshme në zemër planet e fshehta të Skënderbeut. Dhe dikush nga më pleq që ruante të gjallë gjërna atë ditë, mallin e vjetër, po sillte në mendje prirjet e fëmijës, gjithë kohën e edukimit, ditët e para të lindjes dhe profecitë të tronditjes të prindërve. Megjithatë, asnjëri nuk guxonte t'ia hapte zemrën prijesit dhe të rëmbente me plot të drejtë armët, pa parë atë vetë të vërsulej i pari për të shpëtuar lirinë. Skënderbeu, pasi e shqyrtoi së bashku me disa fare të paktë mirë punën, në mënyrë që të ngrinte rinin në këmbë, për të rrëmbyer armët kur të donte puna, daloi të bëjë ndonjë lëvizje tjetër derisa të fusen në qytet ato trupa të armatosura. Kur i thiri dhe i futi brenda natën dhe mbylli portat, të gjithë lagjet dhe vendin më të sigurt të qytetit u mbushën plot me luftëtarë, kurse turqit s'dinin ende gjë, apo shtiresin se nuk dinin, nga frika dhe tmerri, që nata u shtonte edhe më tepër. Atëherë Skënderbeu dha shenjën e kërdisë, që në sulmin e parë ushtarët u drejtuan kundër stacioneve të rojeve që ndodheshin përgjatë mureve ngjitur, dhe që mund të dëmdoheshin lehtë. Kështu u vranë me lehtësi të gjithë, dhe po në ato vende u vunë me një herë të tjerë nga shqiptarët, njëkohësisht u sulmuan dhe shtëpitë private me ushtrinë e sultanëve përpara dhe me Skënderbeun në krye, i cili kryente në mënyrë të shkëlqyer edhe detyrën e komandantit, edhe atë të ushtarit. Dhe shumë i shtypën e i therrën, mu në shtrat duke zbërthyer dyert, por kur kjo zhurmë u përhap nga njëri tek tjetri, u ngritën një numër i madh e morën armët, ashtu si u bënte më të mundur tërbimi dhe nata, dhe duke u lëshuar për në qendër të qytetit, po përpiqeshin të mblinin një farë ushtrie me qëllim që ose të vinin më me lavdi, ose t'i pritin pagës ovin armikut dhe të dilnin jashtë portave të shpëtonin në marrëratim. Por me që rrugët ishin të gjitha të mbyllura, përpjekja e tyre u shkoi kot, si për njërin dhe për tjetrin rast. Atëherë, kur as shpresa e ratis, as rasti i vdekjes së bukur nuk po u paraqitej, ja nisën ulërimës së ndrydhur për një kohë aq të gjatë dhe lodhave të rryer për burra trima. E po i thërisnin Skënderbeut me emër, e po i luteshin e i përbetoheshin që të jepte fund kërdisë dhe të mos i përlyente më tej fillimin e mbretërisë fatbardhë me gjak njerëzor, por të preferonte më tepër që me fatin e tyre prej sklavit ta madhonte shkëlqimin e triumfit të tij, duke u falur jetën, se sa ta shëmtonte gjithçka me kufoma të vrarësh, dhe ta nxirrte me zemërgursinë e tij atë diç aq të gëzuar, duke u shpaguar për mbretërinë, qoftë edhe më shumë të drejtë, me gjakun e tyre të mëfaqshëm. Ata nuk e meritonin as pak një gjë të tillë, që kishin bërë keq qytetarë, si kishin rënë në qafë njeriu, në qytet që u pat besuar Murati. Ata kishin ndonjëherë si miq, jo si armiq, dhe as tani s'kishin ndërmend të kundërshtonin atyre, që po rifitonin e për të rritur lirinë e vet. Ata po i lëshonin armët dhe shpatat duke ngritur duart si lutës. Tmerri pa parë ndonjëherë, lemëri, klisma ulërime, kërcënime të përzira me lot, poshtima kudo. Skënderbeu me sa mundi në atë tërbim të ushtarëve, të vetë, dhe në atë furi të kërdishme, duke i thirrur vetë me fjalë për të kthyer prapa, herë duke u dhënë shenjën, me kujdes për lutajësit dhe me të gdhirë e ndërpreu luftën, duke shpresuar se këta njerëz të mbyllur nga të gjithë anët dhe të rënduar nga gjithë këto të vëshia, do të mund të tërhiqeshin ndoshta në fenë krishtere, me hir o me pa hir. Me gjithë këtë, pasi rregulloi me kujdes një më të madh ushtrinë dhe pasi u caktoi secili në vendin e vet, dha urdhër të kishin mendjen se mos kurdiste armiku ndonjë belgëri. Ai vetë u drejtua me një herë për tek portat, së bashku me Hamzan dhe me një tuftë të tjerë pas, dhe Sandemi e dërgoi atë bashkë me disa dibrantë në Dibër, me qëllim që t'u lajmëronin pjesëtarëve të planit të tij, çlirimin e qytetit dhe gjithçka tjetër që kishte ndodhur, dhe t'i porositnin të gjithë që të rëmbinin armët e të ngrinin në këmbë miqt dhe popullsinë fqinjase, për të fituar lirinë dhe për të ndërmuar në atë gjendje përcjellimi e frikë të papritur. Rojet e armiqësve, sidomos derisa Murati s'dinte gjë për këtë ngjarje, dhe ishte nga ana tjetër i zënë me luftën hungareze. Ai pasi të pastroi qytetin nga turqët dhe të qetësoi gjendja e qytetarëve, të shkonte vetë atje,
fluturimti me ushtri të servitut dhe me një fuqi burrash sa më të madhe që të ishte mundësia.